Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falëndimin të nësi takojmë vetëm Allah subhanahu wa ta'ala dhe ati përgjëram që të lavdëroj dhe të bekoj dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të vëzhgjellë. Të ndërë vëllezër, një prej veçorive më të mëdha të njerëzve, saktësisht njerëzve të mençur, por që është veçoria e rrallë, është veçoria e ekuilibrit. Saktësisht tek njerëzit e mençur, ekuilibri nuk është rastësi, është përcaktimi i jetës. Saktësisht me qenë i ekuilibruar në vlerat e tua, përcaktimet e tua, në ëndrat e tua, ndoshta edhe përcaktimet e tua që kanë të bëjnë me qefit. Nëse je njëri i ekuilibruar, kjo është veçori prej veçorive të njerëzve të mençur. Ndaj, konsideroj që një prej gjonave që shpesh njerëzit ndoshta përmendën një përcaktimi, edhe pse në parim i takojnë një lloji, shpesh përplasën, arsyeja për plasjes është dallimi tyne tek ekuilibrimi. Për shembull, njerëzit ndoshta në fetari mundën më dok që i kanë një par vlera, mundën më dok në fetari që i kanë një par përcaktime. Mirë po, shpesh shkaku që nuk janë të ekuilibruar në ato përcaktime, bojnë që këta më konë dy palë përmena një përcaktimi. Ndaj për shembull, e gjojmë që njerëzit sot fjala bie kanë shumë fokus tek fetaria e dukshme, tek fetaria e deklaratës. Edhe rrjedhimisht duke mos e balancu me fetarinë e brendshme, fetarinë që nuk duket, krijohet një fetari domethënë me mask, krijohet një fetari me fasad, krijohet një fetari me grim. Edhe në momentin që bëjo mask, edhe bëjo fasad, edhe bëj domethënë ai grim. Keni vëmendjen, njerëz që janë syçel. Në gjithë shka në jetë, kur dojnë mu vërtetu për diçka, sigurohen e brendshme mos jetë e kalpt. Do të thonë, qoftë prej të diçka që dojnë me konsumu, e deri te një objekt që dojnë me jetu në të, sigurohen mos të ketë, do të thonë, problem të kalbjes së padukshme. Ndaj, unë e kom si pyetje sot për me hinë në shembullin që po du me trajtu sot me lenë Allah subhanahu wa taala. Do të thonë, çfarë fetarie na kena? Na qëta qëto, na ata cilët nuk jemi këto, na ata cilët kanë me ndëgju këtë ligjërat tutje kështu më radhë. A ka gjas fetaria jonë me na befasu, që është ma shumë domethënë fasad, ma shumë është domethënë fars, ma shumë është domethënë një realitet jo domethënë i sigurt që nuk e ka kalbin mbrejna. Për arsye, e kom si pyetje nëpërmjet një shembulli. Vlerat që ti i ki fetare, përcaktimet që i ki fetare, botkuptimet që i ki fetare, a janë vlera me të cilët je mishëruar apo janë vlera të cilat u takon në një ose tjetër formë? Për me pas ndoshta më thjesht. Për shembull, i ki marrë ti një pal rroba, cilat rroba kur i vesh, ty t'japin ndjenjë madhështie, prestigji edhe krenarie. Për shembull, i ki vesh një par lloj rrobash që është kostumi i njerëzve të mëdhenj. Edhe ti njihesh i madh kur i vesh ato. Ose fjala bie për shembull, i ki vesh një kostum ushtarak. Edhe ndjehesh madhështor që i ki vesh atë, domethënë kostum ushtarak. Saktësisht, që kjo shka e ki vesh, nuk është e përjetshme, sepse ti nuk je mishëruar me ndjenjat e madhështisë. Domethënë, në moment që i hek ato rroba, ti nuk je madhështori. Ndërkash nëse e ki madhështien cilësi tondën, nëse e ki krenarien në zemër, nuk të bojnë rrobat mu një njeri madh. Ose për shembull një shembull tjetër. Për shembull, nëse ti e ki një frut ose një ilaç mrekulli bërës, edhe njerëzit e shohin që e ki në dorë, sado që ti e ki në dorë edhe ti mundohesh me majtën, me një ofanziv të vogël dikush mundet me ta marrë pi dorës. Mirë, po çat ilaçin edhe çat frutin, a mundet me ta marrë dikush nëse ti e ki ngrën? Nëse ti e ki në trup, nëse ti e ki konsumu, nëse vlerat e çati ilaçi edhe vlerat e çati fruti janë mrena në trupin tan. Çka po du me thonë me çka? Domethënë, a ka gjasë që Islami jot edhe jemi, edhe vlerat e mia dhe tua të fetaris, a janë vlerat që janë sikurse të vlerave të një fruti që është konsumu, sun ti merr më kurkosh ato. Domthon, jemi shëru, kanë hin ashtin tan, gjakun tan, kanë hin venat e tua, është gjithkund te ti çajo vlerë domethënë Islamit, apo është kostum, apo është mask, apo është fasad. Për me pas më qartë. Herakliu e pyet Abu Sufjanin, që ato ditë akoma ka qenë në ditët e kufrit, e pyet perandori, e pyet për itharët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Saktësisht na nuk jena sahabi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por jena itharët e tij dhe përgjigjja e tij vlen edhe për neve. E pyeta i thot kështu, sikurse i ka shënuar Buhariu prej Abu Sufjanit ku thot: "Wa sa'altuka ayartad ahadun sakhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fi?" Thot kom pyet, a ka që dikush zbrapsët pi fejas mos i thije? A ka dikush që domethënë e merr inati fejan mos i thije? Edhe thot fedhekerten la, thot ti e përmend që jo, nuk zbrapsët kurkush pi fejas mos i thije fejan e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot wa kadhalika al-imanu hina tukhalitu bashashatuhu al-qulub. Ai thot Herakliu thot çështo është imani kur të mishërohet me ty. Domethënë nuk kish kam hek më përpara. Domethënë nuk është imani kostum
domethënë që kur dalëm në një sezon tjetër e zhveshi se kam një kostum tjetër. Imani nuk është imani vërtet. Nuk është domethënë një dukje që unë muj me një ide tjetër mu duk ndryshe dikun tjetër. Imani, për cilën domethënë Herakliu po thotë ky nuk del, ky nuk zbrapset, është imani ku ka domethënë mishërim. Ndaj nuk zbrapset pe fejes dikush që mishërohet me të. Nuk zbrapset pi devotshmërisë dikush që mishërohet me të. Nuk zbrapset dikush pi parimeve masi të mishërohet me to. Ama po mundet mu zbraps pi imanit kush zhveshet me iman. Mundet mu zbraps pi devotshmërisë kush e merr si kostum. Edhe mundet shumë lehtë me hek dorë pi parimeve kush parimet i ka thjesht rroba, thjesht kostum. Ka ardh dimri do të mu vesh pak matrash. Edhe i trash pak parimet. Vjen vera duhet mu liru prej domethënë parimeve se domethënë thjesht i kena bë domethënë kostum. Ndaj kostumin e imanit, kostumin e devotshmërisë, kostumin e fetarisë nuk mundet me heka i cili është domethënë i mishëruar dhe gjithçka që vishet vjen një moment që mundet mu hek. Gjithçka që vishet mundet më arë një moment që mundet mu hek. Dhe shembulli ndoshta që mos leti mumi me kuptu çfarë do të thonë është varrimi. Saktësisht, gjithçka ka më në hek atë ditë kur kena mulshun dhej. Domthon, kanë më në hek tituj, kanë më në hek sukseset, kanë më në hek respektet, kanë më në hek kostumet, kanë më në hek reputacioni, kanë më në hek bukurit, stolit, gjithçka ka më në hek, edhe kena mulshua në varr. Pyetja vllazni, kur na të shlomë në varr, kush ka më varros atë ditë? Domthon, kur shlohesh ti në varr, filan fisteku, kjo detaj më i vogël i varrimit. Detaj më i vogël i varrimit është që ti ke emrin qështu dhe baba të ka emrin qështu dhe ti e ke qenë mbiemër. Kjo detaj më i vogël. Çështja më e madhe kur shlohet atë ditë në varr janë emrat e tua të vërteta, të cilët nuk hekën në dekë. Janë emrat e tua dhe titujt, epitetet e tua të cilët s'mundën mu zhvesh. Domethënë, për ty shumë vllazni thonë që je i devotshëm. Për ty shumë të afërm thonë që je njeri më i mirë i familjes. Edhe për ty shumë njerëz domethënë kanë përshtypje që je njeri i përkushtuar. Mirë po, kush je ti atë ditë kur të shlohesh në varr, kjo është më rëndësi. Ose kush ka mu varros në funeralin tënd. Ndaj çto emra, domethënë që i kena sot, i devotshëm, fetar, i ndershëm, besnik, besimtar kështu më radh, a do të jenë emrat me të cilët kena me hi domethënë në varr atë ditë që na lëshojnë me na varros. Për me thjeshu inshallah me lehen Allah subhanahu wa taala nëpërmjet një hadithi. E shënon Imam Ahmedi, Imam Muslimi për Abdullah ibn Mesudit. Thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Aleikum bis-sidq." Banu një njerëz që nuk delni prej vërtetësisë. Banu njerëz të sidqut, të përnjëmendësisë. Çaj shka je. Çat çka thu. Domthon nuk i ki dy fytyra, nuk i ki domthon 10 fytyra, nuk i ki do përcaktime sezonale kështu më radh. Nuk rren, në asnjë formë, as buzëqeshje nuk e ki me rren. Ja buzëqesh, ja nuk buzëqesh. Thot aleikum bis-sidq. Manu merrni parim të jetës sidqi. Mu kon për një njerëz, mu kon të vërtetë. Thot fa inna sidqa yahdi ila al-birr, se kush e ka sidqin, me sidq mbrin deri te devotshmëria. Thot wa inna al-birra yahdi ila al-janna, edhe njeri me devotshmëri mbrin xhenet. Thot wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktab 'inda Allahi siddiqa. Thot dhe njeri nëse ka parim sidqun, të jetë i vërtet, kur mos me ndreq mohabetin, kur mos me ndryshu të vërtetën, kur mos me thonë ndryshe nga ç'është. Nëse dikush thot e ka parim për një mendsinë, thot do të jetë vazhdimisht të rujt këtë rregull derisa të shkruhet tek Allahu Siddiq. Derisa të shkruhet tek Allahu Siddiq. Edhe pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë runu pirrrenës, se njeri vazhdon vazhdimisht të gënjej derisa të shkruhet tek Allahu gënjeshtar. E rëndësishme. Domethënë, me cilin emër ka me të shlunë në varr, edhe me cilin emër ka me të prit me laçet në varr. E rëndësishme është me kuptu të pëlqej as të pëlqej. Ki mu shkruaj çka është hatta yuktab 'inda Allah, që shkruaj te Allahu, jo që të kanë thonë njerëz. Jo që e ki bind veten që je. Nuk janë përshtypjet e tua ato me të cilët kemë shkuar në varr. Ky më shku kush je te Allahu, nëse je siddiq te Allahu shkon siddiq. Edhe engjëjt nuk i morin domethënë përshtypjet e njerëzve. Po nëse te Allahu je siddiq, engjëjt prisin si siddiq. Nëse te Allahu je kadhab, engjëjt kanë të prisi kadhab, si gënjeshtar. Ose me pas edhe më të qartë. E shënon Imam Ahmedi, shalmoni të hadithi sahih për Enesit radhiyallahu anhu që ka qenë një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka pasur emrin Zahir. Mirë po ka qenë prej viseve të largëta, prej shkëtinës, ka qenë bedevi. Edhe thot Enesi radhiyallahu anhu thot e dojke shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sa herë që viki prej një shkretir i bike dhurata të veçantë të shkretirës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa kana rajulan damima. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dojke shumë
ndërkaq ky u kon ke shumë njerë i shëmtuar. Shumë i shëmtuar. Edhe thot fa atau nabi sallallahu alaihi wasallam yawma wa huwa yabiu mata'a. Thot erdhi ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pa në treg, i shkon këtu i shit ato sanat e veta që i ka pru prej viseve të larta. Edhe thot fahtadanahu min khalfihi wa la yubsiru ar-rajul. Tha erdha përçafoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej mbrapa, e ky nuk e shif këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Derisa e kuptoi që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj thot nuk ju largoi kësaj kishte qef, ta kishte përçafim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam filloi me bosh shaka me të, edhe tha: "Me yashtari al-abd, kush ka me ble çket rob, kush ka me ble çket skllav." Edhe kjo ja kthen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam njëjta ky me shakoj thot ja Rasulullah inni wallahi tajiduni kasida. Thotë i dur Allah si të mshitsh shumë jam i lirë. Domthon nuk kushtoj nëse mshet. I thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lakin inda Allah anta ghali. Ama ti te Allah je shumë i shtrenjtë. Domthon ditën kur të shlohesh në varr, a je i shtrenjtë për Allahun, a je i pavlerë për Allahun. Domthon kush je ti te Allahu? Kush je ti te Allahu që kjo thelbi, domthon i vetmi në familje ullzum, të lumt, i vetmi në gjenerat i ullzum të lumt, i vetmi aty te miqtë tu i ullzum të lumt. Amon, kjo nuk është përfundimtarja. Kush je ti te Allahu kur shlohesh në varr, çat dit, a je Siddiq, a je Ghali, çka je ti çat dit që shlohesh domthon në varr kur të kanë me të shluhe domthon familja jote. Por me kuptuar aman thelb temën. Sa'd ibn Muadhi radhiyallahu anhu. Është emri i njohur për gjithë ju. E kemi lexuar edhe te seria sahabe. Një zotni i ensarëve. Do të thomi zotni i parë i popullit vet. Njëri më me vlerë, më me domethënie, më me që i ka shku llafin popullin e vet. Kur hyn Islam vllazni ka pas 31 vjet. 30-31. Kur ndron jetë i ka pas 37 vjet. Diku parafërsisht 6 vjet ka pas në Islam. Ama di çfarë Islami? Islam pa fasad. Islam pa deklarata të rrejshme, pa pompozitet, pa fryrje, Islam pa nime. Domthon atë ditë që vdes Sa'di radhiyallahu anhu, shënim Buhariu për Jabir ibn Abdullah, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ihtazza arshur rahmani li mauti Sa'd ibn Mu'adh. Atë ditë që ka vdekur Sa'di është dridh arshi i Allahut. Është dridh për njëri që 6 vjet udhëzim, ti çfarë ti ke udhëzim? 10 pasmajt 20 nesër des, ndodh diçka në qiell, nuk ndodh për djekën tënde. Domthon mas 6 viteve Islam, po me Islam. Mas 6 viteve Islam pa llafet kota. Pa lomotitje të përditshme, qysh mu bë devotshëm, po veç janë bë dhe i kanë gra. Domthon mas 6 viteve dridhet arshi i Allahut për Sa'din radhiyallahu anhu. Saktësisht, çka i bëj kjo mu dridh arshi i Allahut? Thot al-Hafidh ibn Hajar kështu. Thot kështu ndodh me arshin e Allahut kur del lajmi i gëzueshëm qiell që po vjen i shpirt shumë i mirë. Edhe pikëzimi të madh bartësit e arshit me laçet nisin, domethën pi harest madhe lëvizin edhe lëviz arshi i Allahut te bareke ve taala. A ka mbështetje kjo? Është një mbështetje që ka ardhur në disa rivajete ku Xhibril alayhis salam i vën natën që ka vdekur Sa'di, i vën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë ja Muhammed, men hadha al-mayyit alladhi futihat lahu abwabu as-samaa wa ihtazza lahu al-'arsh. Thotë Muhammed, kush është ky që ka vdekur që janë qiell, janë hap dyert e qiellit për të edhe u dridh arshi për të. Do thonë Xhibrili ka pasur është hare në qiell që u të ardhi shpirt. Thot transmetimi thot faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajru thawbahu mubadir ila Sa'd ibn Mu'adh fawajadahu qad qubid. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i thotë kështu Xhibrili, u çu me të shpejt, alo pa u vesh mirë, shkoi në drejtim Sa'dit, edhe e gjeti që Sa'di ka dek. Domthon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas rrafsh Medinën me sahabe. E ka ditë kush mundot më konën që mas 6 vjet të Islamit ti dridhet arshi i Allahut te bareke ve taala. Nuk u ka mohabeti vetë se janë kon të ruaj Sa'din. Se në atë ditë kanë shumë njerëz më kon të ndrujet. U kon qytet i madh, banor shumë. Mirë por realisht domethënë ka pasën një fetari, një islam, një devotshmëri, një burrni, një dashni për Allahun subhanahu wa taala dhe një përkushtim për ahiretin që kanë bërë Sa'din mu pa te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çka mund të kon potencialisht ai për cilën dridhet arshi i Allahut subhanahu wa taala. Domethënë nuk e kanë pas vllazni sahabët fetarin me deklarata të bukura. Nuk e kanë pas me momente fetarie, që kanë ana. Nuk e kanë pas me sezona përkushtimi, nuk e kanë pas me çaste emocionimi. Fetaria e sahabëve ka qenë mendja jeme, ashti jem, gjaki jem, trupi jem, natët e mia, ditët e mia, jeta jeme, deka jeme, këtë janë për Allahun. Kur janë konë qështu, Allah subhanahu wa taala ka bërë që kur shlohen ata në varr, mu dridh domethënë arshi i Allahut subhanahu wa taala. Saktësisht, Sa'di nuk ka pas simpati për devotshmërinë. Nuk u kanë që i ka pranuar disa vlera fetare. Nuk u kanë që ka jetuar dhe është përqafuar me disa domethënie fetare. As nuk u kanë i angazhuar në sezona fetarie dhe devotshmërie, mirë po ka qenë i mishërum, i ngjyrost, edhe i përfaqësuar me iman, me devotshmëri dhe me pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa taala kur na ka dhënë Kur'an për shembullin e kundërt.
Kur na ka thënë Allahu Teala për shembullin e popullit të Faraonit kur I përmbys Allah subhanahu wa taala në det I thotë kështu. Thotë fama bakat alehim as-sama'u wal ardu wama kanu munzarin. Thotë as qielli as toka s'ka kajt për ta. As qielli as toka s'ka kajt për të përmbysurit e popullit pabesimtar. Popullit rebel. Thotë as nuk kanë pasur afat. Domethënë neve na del tash një pyetje, a ekzistoi ka një diçka që mund të më çujt toka qielli me kajt për dikën? E shon Imam Taberani për Sa'd ibn Jubairi thotë kom marrë njëherë kom pyetur Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhu, dhe I kom thonë, fa hal thotë tabki as-sama'u wal ardu ala ahad? Thotë Abdullah ibn Abbas, thotë pse ka toka dhe qielli për dikë? A ka për dikën qielli dhe toka? I thotë Abdullah ibn Abbas, "Na'am, innahu laysa ahadun min al-khala'iq illa lahu babun fi as-sama'i minhu yanzilu rizquhu wa fihi yas'adu 'amaluhu." Thotë çdo rob e ka një derë në qiell, pikra I vën rrezik edhe pika shkojnë veprat e tij të mira tek Allahu. Çdo njëri e ka një derë në qiell që zbret rrezikin e tij edhe veprat e tij të mira shkojnë drejt Allahu subhanahu wa taala. Fa idha mata al-mu'minu fa ughliqa babuhu min as-sama'i alladhi kana yas'adu fihi 'amaluhu wa yanzilu minhu rizquhu baka 'alayh. Thotë kur të vdes, robi mbyllet çajo derë. Dera pika kanë shku dhikriat, pika kanë shkuar ibadeti jat, pika ka shtu për kushtim jat. Edhe thot nis qielli me kajt se ju mshel çeder. Nis qielli me kajt se mshel çeder, thot. Wa idha faqadahu musallahu min al-ardh allati kana yusalli fiha wa yadhkuru Allah fiha bakat alayh. Po edhe veni ku ki boj ibadet, edhe veni ku ki përmend Allahun, veni ku ki boj dhikr Allahun, edhe çaj vën kom për ty mos të vdesësh. Thot wa inna qawma fir'auna lam yakun lahum fil ardi atharun salihah. Populli I Faraonit nuk ka pas tokë gjurmë të mira. S'kan pas ibadet, s'ka pas kush mi kajt. S'ka pas vise toka copa me, domethënë me kajt. Imam Taberiu thotë se Mujahidi ka thonë, kanë yuqal, kanë thonë selefi. Tabki al-ardu 'ala al-mu'min 40 sabahan. Për besimtarin çon toka mos I vdesë 40 ditë. 40 ditë mos vdekjes tonde kanë për ty domethënë toka. Domethënë toka dhe qielli kanë për njërin e devotshëm. Mirë pa ka mendohet diçka përveç kësaj të kajtmës. Se përket tokës ka mendohet diçka vëllazni. E shon Imam Ahmedi, që Albani thotë hadithi sahih për Aishës radhiyallahu anha, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Inna lil qabri daghda." Varri e ka një shtrëngim. Varri e ka një shtrëngim. Walau kana ahadun najiyan minha, naja minha Sa'd ibn Mu'adh. Mu kon që pështon dikush për çti shtrëngimit varrit kish pshu Sa'd ibn Mu'adh. Çati shka ju ka? Domethënë ju ka dridh arshi Allahu subhanahu wa ta'ala. E shon Imam Nesai, që Albani thotë hadithi sahih për Abdullah ibn Umerit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Sa'din ka thonë, "Hadha alladhi taharraka lahu al-'arsh." Që ky sahabi, atë që e kanë varrosur për këtë, ka lëviz arshi Allahut. Wa futihat lahu abwabu as-sama', edhe për të janë hap dyert e qiellit. Wa shahidahu 70,000 min al-malaika. E kanë përcjell në varrim 70,000 engjëj. Çfarë i vlefshëm? Laqad dumma dammatan thumma furijan. Edhe këtë e ka shtrëngu varri, e pastaj thotë e ka liru. E ka shtrëngu varri, pastaj e ka liru. Çka që ky shtrëngim? Ka domethënë disa interpretime. Mirë, po një interpretime është për atë I cili është mishëruar me imanin edhe me devotshmërinë, ky shtrëngim është përqafim. Në toka njëherë kanë për ty, tani të prit me përqafim edhe me përmallim. Të kanë që e nali ibadetin, pastaj qaf që I erdhë domethënë te shtrati edhe te veni I saj. Se përket qiellit, hadithin e Bara ibn Azib, që Imam Ahmedi Sheikh Shuaibi thotë hadithi sahih për shpirtin e besimtarit atë ditë që dalë. Thotë fas'aduna biha, e morin engjëjt edhe e çojnë drejt qiellit. Thotë fala yamurruna biha ala mali min al-malaika illa qalu ma hadha ar-ruhu at-tayyib. Tha kur e ngrejnë shpirtin drejt qiellit, kudo që shohin turma me laçësh, thonë kush është ky shpirt I mirë? Kush është ky shpirt I mirë? Fa yaquluna fulan ibn fulan bi ahsani asma'i allati kanu yusammuna biha fi ad-dunya. Thonë filani, biri filanit, edhe nisim I përmend emrat më të mirë që I ka pas në dynjë. Moni devotshmi, hafizi, ai I xhamis, ai ibadetit, ai ndershmi, ai, domthon me emrat më të mirë, jo me emrat që zhvish atë që bëhet gati ku foma për në varr. Ato nuk mundën më kanë emrat që thirrësh në qiell kur dilsh, domethënë më shkush shpirtin në qiell. Fastaftihuna lahu. Edhe ja hapin thot, domethënë derën te qielli dynjase tutje, thot fayuftahu lahu fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila samai allati taliha. Për qielli dynjas, deri në qiellin tjetër, shenjë madh respekti për këtë shpirt, e për qiellin I turmë madhe engjësh së cilit
kat të qiellit. Deri sa të mbrin të qielli 7, Allahu thot uktubu kitaba abdi fi illiyin. Men robin tama shkruani tek illiyinat. Wa'iduhu ila al-ard, edhe kthanen tokë. Fa inni minha khalaqtuhum, se prej tokës i kom kriju. Wa fiha u'iduhum, edhe aty kom i kthy. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dhe njëherë kom i nxjerr domethënë prej dheut, e pastaj thot tu'adu ruhuhu fi jasadi, dhe pastaj kthehet shpirti në tokë. Domethënë, toka dhe qielli kojnë për besimtarin e devotshëm. Jo pra që i koni që fytyra. Edhe toka e përqafua ka besimtarin e devotshëm, edhe qielli e prit ka me gzem edhe me hare njerion e devotshëm. Mirë po shtohet pyetja, kush ka më varros në funeralin tanë? Ditën që ka me ekzistu një ditë, që ka më mbledh tafëmit e tu, edhe ka më mbledh shokët e tu, edhe miqtë e tu, edhe dashamirët e tu, edhe ka më konë funerali jot, emri, biemri është joti. Shtohet pyetja, kush është ai i cili domethënë ka më lëshue në varr? Domethënë nëse ti për shembull sot akoma je në dy mendje dhe në dilemë, i devotshëm ai lëkundshëm. I pavendost apo domethënë i vendost, i bindun apo me një fytyrë, me dy fytyra, me 10 fytyra. Kështu që a je i sigurt që e keni përcaktim të qartë? A je i sigurt që e keni përcaktim të sigurt? A je i sigurt që e keni përcaktim të vazhdueshëm që me çat ki më varros? Që me qatë përcaktim, ki mu varros. Nuk i ki pas 5-6 përcaktime, nuk i ki pas 2-3 identitete, nuk i ki pasën 3-4 kostume, nuk i ki pasën 5-6 fytyra. Ma thjesht. E shënoj Imam Buhariu Muslimi për Enesit radhiyallahu anhu. Marru bi janaza. Thot një herë ka përcyn pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët kanë një xhenazë. Fa athnau alaiha khayran. Njerëz thanë shumë llafe të mira për atë xhenazë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha wajabat. U bën çashtu. Çysh thatë ju çashtu u bën. Thumma marru bi ukhra fa athnau alaiha sharra. Edhe pastaj ka lënë tjetër edhe i thanë llafe të këqija. Edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wajabat. U bën çashtu çysh thatë. Edhe i thanë ja Rasulullah. هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. Pasi pyeti ja Rasulullah, pse thave kështu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, për çfarë thot njerëz të mirë, thash u bën, u bën ky më kanë i xhenetit. Për çfarë falet të keq, thash u bën çashtu më kanë ky ka më kanë i zjarrit, thot ju jeni dëshmitar të Allahut në tokë. Antum shuhada'u Allahi fil ard. Ju jeni dëshmitar të Allahut në tokë. Domethënë, ajeti i sigurt mu bë dorëzan edhe garantues për dikën në tokë. Për shembull, marr dikush më thon, a garanton ti filanit më dhon çikën? A garanton ti për shembull një shumë të madhe parash më dhon dikujt? A garanton ti për shembull filani me pas ortak në biznes? A garanton ti për dikën tjetër? A garanton? Domthon për çështje dynjos shumë i shemenu. Po një vëlla që herë gjen stabile, herë të lëkon shumë nuk garanton. Po një vëlla që ndoshta i thot, pse vëlla vëm s'po garanton për mua, thon, vëllai nuk mund ti, herë një fytyrë, herë 10, herë gnepot që herë natona. Herë domethënë shumë i vendost, herë shumë i lëkundshëm. Domethënë dëshminë para njerëzve ti e mat shumë. Dëshminë para Allahut, ç'kim e thon? Që i bie, që këta shka janë dëshmitar të Allahut, a di kush janë? Këta janë shka pëni me e din kush e kon. Jo këta shas janë sigurt kush e kon. Domethënë nuk mundet më dhon kjo dëshmi për njerëzit me dy fytyra. Nuk mundet më dhon kjo dëshmi për njerëzit e pasigurt. Kjo hipet veç për atë që thu, më hona 20 vjet mos më taku këtë vllahun e di që ky me len Allahut nuk del pi rregullit ta vallokit. A është qartë? Mon antum shuhada'u Allahi fil ard, ju jeni dëshmitar të Allahut në tokë për njerëzit që janë stabil, për njerëzit që kanë fytyrë, për njerëzit që e një me konsekuencë, e një me vi, e ka kap një vi edhe e run. E jo domethënë një i cili domethënë është me më shumë se sa një identitet. Ndaj nuk mundesh kurrë me dhon dëshmi as në tokë për njerëzit që i kanë 2-3 identitete. Nuk mundesh me dhon, është e pamojshme. Madje ndoshta as për veti ti nuk garanton. E lemo domethënë për dikën tjetër, diku për shembull i moralshëm, diku i pamoralshëm, diku i devotshëm, diku rebel, diku ndoshta domethënë me një fytyrë, diku ndoshta me shumë fytyra. Për arsye në vëllazë. Atë ditë që kanë me të varros, kofë që ki pas vesh një fytyrë, edhe atë fytyrë ka Allahu. Nëse ki pas vesh një fytyrë, edhe atë fytyrë për Allahun. Nëse ki pas vesh një fytyrë, edhe atë fytyrë ki pas me sidq. Dita e vdekjes është ditë rahatie. E shënon Imam Ahmedi Imam Buhariu për Abu Qatadës, ana kan yuhaddith an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alayhi bi janaza. Një herë thot Abu Qatada thot ka përcjellë një xhenazë ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustarihun wa mustarahun min. Thot i rahatum dhe të rahatuar prej tij. I thanë ja Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah min. O dhe Allah, çka është i rahatum dhe të rahatuar prej tij? Tha al-abdu al-mu'minu yastarihu min nasabi ad-dunya wa adhaha ila rahmatillah. Thot besimtari kur des rahatohet për kësaj dynjaje. Rahatohet dhe shkon te rahmeti i Allahut. Kjo është domethënë mustarih.
Thot wal abdul fajir yastarihu minhu al ibad wal bilad wal shajar wal dawab, ndërka që robi i keq, thot prej tira atohen toka, pemët edhe kafshët. Kështu që ndërlëzër më desh me po që këtë hymje për me hap rrugën për serin rreth nifakut. Për arsye që shumë fetari, domethënë janë bërë thjesht fasad. Fali veç 5 vakte tjera s'ka lidhje, këtë bani. Ose si ti bësh 5 vakte, lumi ti se për tjera domethënë s'ka gale. Ky nuk është diskursi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Absolutisht nuk mund të qenë diskursi fesë Allahut. Nuk mund të feja Allahut më aqelën rrugën dyftërsisë. Nuk mund. Domthon ti ke shku të fejen. Ose ti veç falo se ke gjuna ty tjera domthon ti i relaksuar i bë. Domthon me gjetën një numër të madh njerëzve që s'kan qef me pas punë me musliman. Një numër të madh njerëzve që janë shkel, janë dëmtuar, janë tradhtuar prej muslimanëve. Domthon kjo është domthon nuk ka sinkron me fenë Allahut. Kjo ka sinkron me interpretimet e mangta të njerëzve, jo me fenë Allahut. Ato janë fasada që ndimrin e quajtur vdekje bëa fasad. Edhe ajo është grim që në ditën kur zhveshësh mu bë gati për me varr, domthon bëj grim. Ato domthon veç fetaria shopën me. Fetaria që edhe mrena është e shnosh, nuk është e kalpt, edhe sipër edhe nanën jashtë domthon është e shnosh. Ndaj unë konsideroj që duhet me pyet vetveten në fillim të këtij vargu. A jena të interesuar seriozisht me ndresh fetarin? Seriozisht me gjetë çat formullë që na çon xhenet. Seriozisht me gjetë çat fetarinë shka me na prit qielli me hare. Me na kaj toka kur desim. Me na përçafu varri, domethënë kur na pranoje. Mukonën që çdo kat i qiejve me na prit me hare. A e kena çat fetari? Apo kena qef me apo vetë srrafsh me, domethënë fetarit e rrajshme, ose a jena shumë sigurt që fetarinë që e kena sot definitivisht që kjo është pështuese? Ai sigurt që nesër domethënë ti vdes. Definitivisht që kjo nëse shkon te Allahu me çeket, domethënë shakin zemër, shakin menë, shakin vepra, shakin plane, shkaki edhe në atë far zonën që vesh tani, sot tani kërkosh pikresa. Ai sigurt se çajo ka me nxjerr faqe bar para Allahu subhanahu wa taala, apo atë ditë domethënë kur shlohesh në varr, domethënë mbin krejt, domethënë në moska. Unë jam i obliguar detyrimisht me thirr këtë temë nga ky kënd. Këndi që me e nal këtë trend që pja bëmi rrafsh vetës. Me nal këtë trend që e kena deformu fetarin. Me nal këtë trend, domethënë që mjafton me shku me, domethënë mi fal 5 vakte, eventualisht domethënë me mujt edhe në haxh me shku, edhe u kry ti je i certifikuar përjetësisht që ti je njeri i mirë. Edhe këtë njerëz që janë përballë teje, këtë janë të akuzuarit, veç ti je i mirë, ai i devotshmi, ai i përkrymi. Edhe kur mos me menu veten që ndoshta domethënë gjuhesh i pavlerë në xhehenem. Gjuhesh për hunë për fytyrë në xhehenem se dikon e ke shkel ti kanë kontratë. Dikon e ke tradhtuar ndoshta ti kanë në një marrëveshje. Ndoshta madje mundesh mu gjujë në xhehenem edhe për kontratat që i ke shkel, ndoshta edhe me familjen tonë. Ndoshta edhe për kontratën që i ke shkel, ndoshta edhe me gruan tonë. Madje mundesh mu gjujë në xhehenem veç për kontratën që i ke shkel me fëmijët e tu. Ai nuk është kontratë e shkruar. Sa ata s'kan ditë me shujt kontratë kur kanë ardhur në dynjë. Po ti e ke ditë çka i bë mu kon bob. Ti e ke ditë çka i bë mu kon prend. Nuk u konë pa ditën për ty kur e ke marrë këtë vendim. A më pastaj domethënë një dhon mas diçka edhe ke shkel kontratën, mundesh për çiket mu gjujë në xhehenem. Ama ata të cilët e kanë bërë rraf se mjafton mi fol 5 vakte. Mjafton ndoshta 2-3 ibadete mi pas edhe ti je i lumi, domethënë atë ditë nuk krym punë, kështu që sa vite na kanë ngel jetës? Ndoshta të kanë ngel 5 vite, 10, 15, 20, inshallah janë boll për shumë të më përmirësu. Sikurse që ato 10 vite që i udhëzoj janë të dodok sikurse një javë. Që ato 20 vite janë të dodok si një muaj, ndoshta 30 vite të udhëzimit të dodok sikurse neve që i bie vllazni nuk ka shumë larg kohë që në një ditë na lëshojnë varr. Nuk ka shumë larg, domethënë në dita që kam qit një lajm që vllai jon, baba jon, dashamiri juv, kolega jon, miku jon, kushia jon, domethënë rrjet. Edhe ditë kam dal emri atë mbemi atë dhe kemi lëshu domethënë në varr. Me po na duhet me bëni përpjekje përfundimtare mu pastru prej çdo njollet një fakut, prej çdo lloj mbetje, prej çdo lloj mbeturine të një fakut, sepse një prej kapitulleve më të keq kuptuar të fejes është kapitulli ndërmjet, është kapitulli ku nuk dihet mu do zona e gjunave prej zonave të një fakut. Zona e gjunave prej zonave të një fakut që kena me trajtu inshallah në ligjëratën e ardhshme, pse u desh mu kon tema por varri, sepse atë ditë vllazni këtë mos ka të binë. E këto të tjerat pastaj domethënë janë llafe. Elos Allahu azza wa jalla na mësu përfundimin e mirë, me iman edhe sidq, edhe me na ringjall Allah subhanahu wa taala me iman, edhe me na bëu pe banove të xhenetit. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.